Pas dy ndeshjeve nominatori, finalja po bartet në Sezai Suroi. Nga ambient fantastik, tash radhën e ka atmosfera fenomenale basketbolistike në Sezai Suroi, ku do të zhvillohen dy ndeshjet e radhës, finalja 3 dhe 4, sonte dhe të mërkurën, pamje e bukur që qytetit të lashtë Prizrenit. Adhrues të basketbollit, ku do qeni duke na shikun këto qaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë, mirë se erdhet në ndeshjen e tretë finale, ku nën kampioni aktuali Kosovës Bashkimi, po e pret kampionën aktuali Trepçën dhe me ju sonte, jam unë asistuesi juaj Agon Fimiu. Jones dhe Lake për topin e parë. Bunjaku me kërcimin e parë për Mushic dhe Shorter. Edhe njëherë nga distanca për 2 pikë kësaj radhe. Po e mbyll korshin më mirë dhe ka tranzicion në mbrojtje më të mirë. I vetmuar Mustafa Amzil, tenton dhe treshën e realizon rezultatin në 4-3 afron. Kjo Amzil i kësaj radhe realizon, sa bukur e vjedh këtë top, edhe një top i humbur, dhe me 5 pikë të një pas njëshme, një seri për 15 sekonda, edhe 3 minuta deri në fund të finales së tretë në çerekun e parë. Lufton atje Sek Henry, mbi Dequan Lake-un realizon. Riley me Akili Viningun, MVP-n e duelit të mërkur. Sa bukur për Shannon Shorterin, i cili vazhdon bombardimet e tij. Vjen treshja e parë e Bashkimit pas 4 tentimeve. Pas lëndimit të Andersonit, i pa gabueshëm, i pa ndarshëm Shannon Shorter. Kapiti e shpëton këtë top Mushici, për Kapitin e mbyll atje mirë Meritoni. Mirë po deri në fund lufton Dardani dhe realizon për 11-16. Deporton deri në fund. Është shtyr atje Riley kundër sulmi shpejt. Winning, deporton. Topi kthehet te Sek Henry, i cili realizon treshën. Vamo me Viningun, 1-1. Deporton për mrekulli, iken Vamu dhe realizon për 15-20 me treshe. Tani Hasbrook vjen me 3 pikë të maj, shikoni për treshe dhe është i rrezikshëm. Mirë po vendos atje Gjakori Pejnë të deporton deri në fund, i cili është 180 cm i gjatë. Gati 30 më i shkurtër në anën tjetër. Deporton Shannon Shorter dhe realizon. Unë gatruan atje, kundër sulmi shpejt, 4-3, shpejt shkon topi, mirë po kthejen në mbrojtje shumë shpejt lojtarët e Bashkimit. Gjakori Pejnë tenton dhe realizon për të ngritur përsëri rezultatin në 18-27. Finale, i ka të rrezikshme Trepça, mirë po çfarë asistimi i Shannon Shorterit. Nga gjuajtjet e lira të Riley-t, i cili ka dhe 2 topa të humbur, ndërsa në anën tjetër për mrekulli deporton vetë 8 pike përsi. Edhe një herë i arzakonshëm është të diskuton këtë vendim. Më pak se 3 minuta loj Janjeva për mrekulli atje. E shetoshti me gjuajt për 3 pikë, por e pa të vetmuar në brendi Lejson Zeqirin. Pick and roll i Dardanit, mbrojtje mirë e Lejsonit dhe Shorterit. I ka larguar nga i ka larguar në distancë, nuk lejuan që të afrohen. Sek Henry deporton në brendi për mrekulli, alley-oop nga Dardan Kapiti. Hasbrook, pranti iken Vamu. Me njëherë me Kapitin, sa bukur shmangët atje, Kenny Hasbrooku me të vërtet. Për të Bashkimit vetëm 28 pikë në pjesën e parë. Lejson Zeqiri tenton dhe treshën e realizon. Rezultatin në 31-41 afron. Startuese. Bunjaku tenton për 3 pikë dhe me njëherë në start bombardon. I paknaqur me mënyrën se si po luajnë mbrojtjen e tij lojtarët. Adis Beqiragishi, tentim atje nga Shannon Shorter, i cili afron rezultatin në për
mrekulli, depërton, lufton atje Hasbruku në brendim, mirë po e ndihmon Kapiti dhe Hasbruku e vjedh këtë sulm. Çfarë mbrojtje fenomenal, ufa, Mustafa Hamzili, coast to coast shkon, e ngulit dhe 14-43. Lejson Zeqiri me treshe afrojnë në 10, Hamzili tenton për 3 pik, nuk realizon, por Dardan Kapiti me kërcim në sulm, tani edhe Tmushiqi, edhe kësaj radhe Mikajlet Tmushiqi me treshe, sa thjesht po luan Kenny Hasbruk, luftojnë atje Hamzili dhe Kapiti, Tmushiqi tenton, nuk realizon, Kapiti e vjedh këtë top për Viningun i cili tenton dhe treshen e realizon, s'ka topa të humbur për lufton atje në Wamu, e pengon mirë po Dekwa Lake, herën e pare huq, herën e dyte për mirëson. Drilan Hajrizi, edhe 9 sekonda kako, po shkojnë me sulme të gjata Mitrovicasit, Sean Jones atje, për mrekullim me pivot mbi dhe Horog. Depërton për mrekulli, Shannon Shorteri, ka mbrojtjen e fort atje Henry, Valion Bunjaku, për mrekulli, e sheh atje koridorin për depërtim skuadrës Bashkimit, 22-14 deri tash, Dardan Kapiti për mrekulli, depërton në thellësi, e ngulit, koshin e çmonton dhe rezultatin në 53-57, e ngrit, na do të kemi treshe të Bashkimit për ta ngrit dramën në maksimum, Riley për Bunjakun, Vamu, për Lejkun, shkon atje me ngulitje në thellësi Dekwan Lejk. Mbrojtje e mirë agresive e po ndihmojnë atje portokallin t'i vetmuan betjet Drilon Hajrizi, depërton për mrekulli e mashtron atje Lejsonin. Në fund, Dardan Kapiti, shpejt shkon Vining, depërton deri në fund kundër sulmi shpejt dhe realizon Akili Vining. Rival sportiv, njëri për Bashkimin, tjetri për Trepshën, Shorter, Tmushiqi luan mbrojtje agresive, Shorteri shmangët, tenton, nuk realizon, Lejson Zeqiri nga prapa, tenton me kopa top, Lejson Zeqiri e kop, tenton për 3 pik, Lejsoni, dhe për sëri, dërsa tani vetëm 2, as njëherë sonte në pjesën e dytë, po përveç në fillimat, serin prej 4-0 të Shorterit dhe ja tani, pas 34 minutave loj, e përsia, e par, e janjevën atje Henry dhe Mbamu, Sek Henry, depërton për mrekulli atje, për birohët dhe rikthene përsi në anën tjetër, 63-64. Kam plotësuar bonusin të dyja skuadrat, Short, sa bukur atje, Shorter, por tenton me pengu, Tmushiqi pas sukses, realizon Shorteri, mbrojtje mirë në Vamut, kundër sulmi shpejt. In Vamut për Lejsonin, Riley vjen me treshen e ti, të 2 tresht, eksplodon Sezai Suroi. Në minutat vendimtar, edhe 3 minuta e 33 sekonda, Dardan Kapiti, thjesht atje, nuk e komplikon dhe rezultat. Blok të 2 fisht për Viningun. Ja kthen Drilonit, tenton dhe shënon, dhe e përsi në te Trepqa rikthen Drilon Hajrizi. E tani shkojnë me sulm të gjatë, Kenny Hasbruk për Drilonin, lufton atje. Dhe me qfar lëvizje mashtruese vardon sulmi Bashkimit, Shorter, Henry është pranti, vjen deri të ndrimi lojtare, tani Kapiti dhe Shorter, Kapiti, Shorter, depërton dhe rezultatin është 71-72 afron. Shannon Shorter, 25 pik të ti, lojtari më i dobishëm deri tash i Trepqës, Dardan Kapiti. Henry tenton për 3 pik, dhe me shumë fat atje topi hamendet, atë hynde apo mos hyn, dhe në fund përfundon në kosh, kërkon hapsin. Hajrizi shkon deri në fund, Driloni depërton, kosh faul nga Drilon Hajrizi. Në qastet kur të gjithë ndalën në skem doli ikona e basketbolit Mitrovicas,
Trilon Hajrizi. Çfarë pozite atje. I shtrëngon muskujt. Dramarin maksimumin. Riley tenton për 3 pik. Përshëndetën atje trajnerët e dyja skuadrave. Edhe ndeshja mbyllet me rezultatin 80-84 adhurues të basketbollit. Fitore e Trepçës.